Lumbardhi kapet mat me këngëtarin e njohur? Po, e vërtet. Lajme komplet të papritura na vijnë nga fituesi Big Brother VIP Kosova 2, Lumbar Salihu. Pridheba e Libertas Spahiu që është kudo fal audiencës së madhe besnike e ka kapur mat atë vetë të dytin. Nga pushimet në Shqipëri, në rrjetet sociale kemi parë pjesën familjare të Lumbardhit, por çfarë nuk kemi parë ne është Flirti nxehtë, epizodi Vera 2025. Me shumë gjas, fituesi Big Brother VIP Kosova 2 po shion një romans me bollës gjatëm. Këngëtaren Semi Ahupaj. Shkrepjet tona ekskluzive paparazzi shfaqin dyshën në situatë që nuk do shumë koment e që nuk lë vend për hamendësime. Gjuha e trupit, përqafimet, shikimet e besa dhe dora në të pasme është treguesi qartë i raportit të ri i cili sapo ka nisur. Dëshmitar okulari kanë thënë emisionit tonë se të dy janë shfaqur të pandar nga njëri tjetri dhe dukeshin shumë të dashuruar. Nuk dihet kur, qyshe, si nisi kjo lidhje Big Brother është Kosovë-Shqipëri, por kur do që kemi detaje të reja, me patjetër do t'ua themi të paret. Ndryshe, pak javë më parë, Semi u shfaqe gatshme për një bebe këtë vit. A ka seriozisht këtë pjesë? Do ta shohim me kohën. Neve dyshës i urojmë kohë të mire cilësore së bashku, me shpresën që do e kalojnë sfidën e të qenurit, njohje verore. Bjeta Sullo potencialisht në RTS? E vërtet, prezantuesi e njohur Bjeta Sullo po përflitet me të madhe në korridoret e medias. Kjo pasi që thuhet se mbyllja e sezonit muajin tjetër do të shënoj për mbylljen e ciklit të saj 7 vjeçar, si drejtuese dhe autor e programit Pasditës në Top Channel. Lart e poshtë përflitet se Bjeta mund të zhvendoset në radio televizionin shqiptare, aty ku është rikthyer së fundmi bashorti i saj Alban Dudushi. Jo vetëm kaq, personat të afërt me zhvillimet në botën e medias në Tiranë kanë zbuluar emisionit tonë edhe një tjetër detaj. Paçka se nuk është e sigurt, thuhet se Top Channel ka gati dhe pasuesën e saj në Pasdite. Rëzana Radi mund të jetë moderatori i programit të Pasditeve nëse Bjeta largohet drejt RTS-s. Kjo nuk është hera e parë që përflitet për një lëvizje të tillë. Bjeta ishte përfolur se do largohej edhe 3 vera më parë, por ajo vazhdoi stoikisht me stafin e saj nga hëna në të premte. Kujtojmë se Sullo është bërë prezantuesja më e gjatë në këtë format, duke thyer mallkimin që topi kishte paraprakisht, pasi prej vitesh nuk rahatoi kurrë me Pasditët që pësonin ndryshime të vazhdueshme në moderim dhe drejtim. Sa do largohet Bjeta pas 2 dekadash nga Top Channel, do na duhet presim edhe pak. Po, ku ka zë, s'është pa gjë. Zhduket Klevjo? E vërtet. Prej disa ditësh, një nga personazhet më dashura më të ndjekura të botës virtuale, Klevjo, nuk duket gjë kundi. Mungesa e tij ka rënë në sy të ngegësve të shumë që kanë hamendësuar mbi arsyet. Dikush mendon se kjo po bëhet për vëmendje, të tjerë thonë se reperi mund të ketë probleme. Pridheba e Libertas Spahiu interesua në rrjetin e shokëve të tij për të kuptuar më shumë detaje. Ata u treguan me tik për të zbuluar detaje, por na thanë se largimi është shkaku i një gjeje të vogël jo shumë serioze që pritet të marrë fund shpejt. Kujtojmë se ai prej kohësh jeton dhe vepron në Dubai, larg nga vurbulla e ngjarjeve dhe dinamikave shqiptare. Fifi ndahet nga Adisi? E pa vërtet. Fifi dhe partneri i saj Adisi po komentojnë më të madhe nga dje. Kjo për shkak se dyshohet e amendësohet që ata po kalojnë një krizë. Arsyeja, disa foto të fshira në Instagram. Pridheba Libertas Spahiu interesua dhe kuptoi nga burimet sigurta pranë çiftit se një gjë e tillë nuk është as pak e vërtetë. Lidhja e Fifit dhe Adisit është stabile dhe pa telashe sa i përket raporteve në çift. Të njëjtat burime thonë se ata janë shumë të përqendruar tek punët që kanë dhe nuk ka as një telash të vetëm mes tyre. Shumë zhurmë për asgjë.